Nicolas Sarkozy është bërë ish presidenti i parë francez që shkon në burg pasi ka filluar dënimin me 5 vjet heqje lirie për komplot në financimin e fushatës së tij elektorale me para nga diktatori ndjer libian Muammar Gaddafi, që nga koha e udhëheqësit kolaboracionist të luftës së dytë botërore Philippe Pétain, i cili u burgos për tradhti në vitin 1945, asnjë ish udhëheqës francez nuk ishte përfunduar pas hekurave. Sarkozy, i cili ishte president nga viti 2007 deri në vitin 2012, ka apeluar dënimin e tij në burgun e La Santé, ku do të qëndrojë në një qeli me sipërfaqe rreth 9 metra katror në seksionin e izolimit të burgut. Më shumë se 100 persona u mblodhen jashtë burgut, pasi djali i tij 28 vjeçar Luis bëri thirrje për mbështetje, djali tjetër Pierre kërkoi një mesazh dashurie, asgjë tjetër jo lutem. 70 vjeçari mbërriti në hyrje të burgut të shekullit të 19 në lagjen Monte Parnese, në jug të lumit Sen. Në orën 09:40 në masa të rrepta sigurie, ai vazhdon të këmbgul në pafajësinë e tij i lidhur me çështje shumë të debatueshme të parave libiane. Sarkozy ka deklaruar se nuk dëshiron trajtim të veçantë në burgun famëkeq La Santé, megjithëse është vendosur në seksionin e izolimit për arsye sigurie, pasi të burgosurit e tjerë janë shpesh trafikant droge ose të dënuar për vepra terroriste. Përveç Philippe Pétain, udhëheqës shteti francez që është burgosur ka qenë mbreti Luigi i 16 përpara se të ekzekutohej në janar të vitit 1793. Sipas Reuters, ish presidenti francez Nicolas Sarkozy u pa duke dalë nga shtëpia e tij me bashkëshorten Carla Bruni Sarkozy në ditën e nisjes së dënimit. Brenda qelisë së tij, ai do të ketë tualete, dush, tavolinë dhe një televizor të vogël. Do t'i lejohet 1 orë në ditë për ushtrime fizike, vetëm. Në fund të javës së kaluar ai u prit në pallatin Elysée nga presidenti Emmanuel Macron, i cili u tha gazetarëve të hënën, ishte normale që në nivel njerëzor të pranoja një nga paraardhësit e mi në atë kontekst. Në shenjë tjetër mbështetje zyrtare për ish presidentin, ministri i drejtësisë Gerald Darmanin tha se do ta vizitojë atë në burg si pjesë e detyrës së tij për të siguruar mbrojtjen e Sarkozy dhe funksionimin e dorë institucional. Unë nuk mund të jemi pandjeshëm ndaj shqetësimeve të një njeriu, shtoi ai. Përpara mbarrikjes në burgun e La Santé, Sarkozy dha disa intervista për mediat duke i thënë gazetës La Tribune: "Nuk kam frikë nga burgu, do ta mbaj kokën lart edhe në portën e burgut." Sarkozy gjithmonë ka mohuar se ka bërë ndonjë gjë të gabuar në një çështje që përfshin akuza se fushata e tij presidenciale e vitit 2007 u financua nga milionat euro nga Libia. Ish udhëheqësi i qendrës së djathtë u shpalli pafajshëm për marrjen personalisht të parave, por u dënua për bashkëpunim kriminal me 2 ndihmësit e tij të afërt, Brice Hortefeux dhe Claude Jompton, për të folur me libianët lidhur me financimin sekret të fushatës. Të dy burrat patën takime me shefin e inteligjencës së Gaddafit dhe kunatin e tij në vitin 2005 me një takim të organizuar nga një ndërmjetës franko-libanez i quajtur Ziad Yakedin, i cili vdiq pak para dënimit të Sarkozys. Ndërsa ai ka paraqitur apel, Sarkozy konsiderohet ende i pafajshëm, por i është kërkuar të shkojë në burg për shkak të rëndësisë së jashtëzakonshme të fakteve. Sarkozy tha se do të marrë me vete në burg 2 libra, një jetë shkrim të Jezusit dhe Konti Monte Cristos, historinë e një njeriu që burgoset padrejtësisht dhe aratiset për t'u hakmarrë ndaj padrejtësive të tij.